Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit edhe dinamikat që po ndodhin rreth historive të krijuara jashtë shtëpisë të Big Brotherit. Tani do të ndalojmë tek një emër shumë i përfolur, tek një emër shumë kureshtar nga ana e publikut për të ditur detaje për jetën e saj, për veprimtarinë e saj, për komente që në fakt ajo po bën për një ndër çiftit më të komentuar shqiptar, do të ndalojmë tek Xheneta Fetau. Xheneta Fetau, ju e dini shumë bukur, javë më parë në Instagramin e saj publikoi një video që kishte incizuar duke bërë një bisedë së bashku me ish banorin e Big Brotherit dhe fituesin e Big Brother VIP Kosova, Drilon Ramën. Drilon Rama, ju e dini shumë bukur që krijoi një lidhje dashurie të pa dëshmuar në një dashuri me Sarën banore e Big Brother VIP Kosovës, por siç duket kjo marrëdhënie tashmë ka përfunduar pasi që Driloni është kapur duke u puthur me një vajzë nga Media Ros në Kosovë, në rrugë, por edhe ka vazhduar të provokonte Xheneta Fetau në një orë të vonë të një nate në telefonin e saj zyrtar. Xheneta e publikoi videon sepse ndjeshte e kërcënuar apo e provokuar nga ana e Drilonit në këtë rast, edhe lajmi u bë shumë i madh dhe u bë shumë publik. Ditën e djeshme, Xheneta ka reaguar përsëri për këtë lajm, që në fakt unë dua ta ndaj me ju. Ajo shkrua në Instagramin e saj kështu: fituesi i shpikur i Big Brotherit VIP që tregonte gishtin e mesit prej plastike, sot u përplas me realitetin prej letre. Ankesa për privatësi, vetë kishte dhënë pëlqimin për publikim. Institucioni zyrtar e tha troç, s'ka shkelje, s'ka hetim rasti, pa bas. Pra, ai që s'kishte çka me thënë e mbushi skenën me drama plastike, po tash që vendimi erdhi, a thua gishtin ku do ta fus stonte. Xheneta thot kështu: unë nuk fola deri më tani, por sot vendosi institucioni. Vendimi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi është i qartë. Nuk ka shkelje, nuk ka hetim. Procedura përfundon si e pavlefshme. Pse? Sepse zoti Rama ka dhënë pëlqim verbal për publikim dhe nuk kemi paraqitur asnjë provë për ndonjë shkelje. Por pastaj lexova deklaratën e advokates dhe më duhet të pyes: a e lexua të njëjtin vendim si unë? Sepse ajo që u tha sot publikisht nuk përputhet fare me realitetin ligjor, dhe pastaj dëgjova diçka absurde në një video. E advokatja deklaroi sot në prive në video se ende nuk e kishte lexuar vendimin, e megjithatë i kishte të qarta të gjitha provat. Kjo nuk është as e përgjegjshme as profesionale, dhe një gjë tjetër që s'mund ta kaloja pa thënë, se përmëndem unë në një reagim që supozohet i drejtohet medias prive. Unë nuk isha pjesë e asaj deklarate, por u sulmova sërish. Pa arsye, apo urrejtja ndaj një gruaje është kaq personale sa nuk përmbahet dot as kur nuk ka lidhje me temën. Unë nuk kam nevojë të shpik fitore në Facebook, sepse vendimi më dha të drejtë, zyrtarisht, ligjërisht, qartë. Dhe nëse keni vendosur të shkoni më tej me ndonjë instancë tjetër, nuk jam këtu për të heshtur, jam gati edhe atje, sepse kur je pastër nuk trëmbesh me asnjë sallë, as ligj dhe as institucion. Unë flas vetëm kur duhet dhe këtë herë fola me fakte. Xheneta Fetau. Ky është reagimi në Instagram i Xhenetës për Drilonin, për zënkën që në fakt Xheneta ka patur me Drilonin. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni në kanalin Monitor TV.